Edi Rama është si ai njeriu që përmbytja ka filluar dhe përpiqet të hedhë nga ata thesë të rënës etj që mos i hyjë uji në shtëpinë e tij. Pra, mos mendoni, mos shikoni në asnjë rast balluku, pa ku diun se çfarë, absolutisht i gjithë veprimi i tij shtetëror, politik, edhe juridik, sepse kemi të tre këmbët i kemi investimin e qeverisë gjykatë kushtetuese, investimin politik parlamentit që ai pra e ka në dispozicion vet, dhe narrativën politike, të gjitha janë për të ndërtuar në një farë mënyre për të bërë kolonat e një rezistence që ujit po hyj, ka ardhur te pragu, po hyj në zyrën e tij, që të kuptohet me shqiptarët, jo që janë qartumet e ujit, po do të them që po trokasin këmbarat vjen për të, sepse është shumë e qartë dhe asnjë nuk mund të jetë